biçikletat, trenat dhe autobuset. Një tren ecën mbi shina dhe duhet shumë kohë për të ndaluar. Keni nevojë ta ngisni biçikletën mbi shinat e trenit, gjithmonë ngiteni ngadalë biçikletën dhe shikoni përreth. A ka drita të shinat e trenit? Shikoni me kujdes ngjyrat. Nëse drita e bardhë pulson, nuk po vijnë trena. Ju mund të kaloni me biçikletë mbi shina. Nëse dritat e kuqe pulsojnë, barrierat mbyllen dhe fillon të bjerë këmbana. Duhet të ndaloni. Po vjen një tren. Ka kaluar treni. Prisni derisa drita e bardhë të fillojë të pulsojë dhe barrierat të hapen. Vetëm atëherë ju lejohet të ecni me biçikletë mbi shina. Nuk ka drita. Ngadalsoni. Shikoni majtas dhe djathtas. Ecni me biçikletë me qetësi mbi shina. Zonat urbane janë në qendër të një komune. Këtu ka rregulla të veçanta për autobusët. Autobusët që nisen nga një stacion autobusi kanë të drejtë kalimi. Shikoni me kujdes dritat e pasme. Apo pulsojnë? Kjo do të thotë se autobusi është gati të largohet nga stacioni. Duhet të prisni dhe të qëndroni pas autobusit. A pulson drita e pasme e djathtë e autobusit? Mund të parakaloni autobusin